Opozita nuk do të mjaftohet me protestën e 24 janarit. I sapo kthyer nga Strasburgu, ku në cilësinë e antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës zhvilloi disa takime dhe mbajti fjalime në panelet veçanta, Sali Berisha tha se shumë shpejt opozita do të zbresë në shesh për të kërkuar largimin e kryeministit Rama dhe krijimin e qeverisë teknike. Jehona e protestë ishte e fuqishme. Pritej nga miqtë tanë proteste e dytë, po me aq insistim sa shpritet nga të gjithë opozitarët shqiptarë. Opozita është në këmbë, është e vendosur të përballet dhëm për dhëm me këtë regjim të turpshëm, me këtë regjim kriminal, me këtë regjim kleptokratik, me këtë narkoregjim. Për Berishën, kryeministri ka kaluar vijat e kuqe të shkeljes së ligjeve dhe kushtetutës për të mbrojtur sikundër thot korrupsionin e tij. Rast flagrant e cilëson zvarritjen e çështjes Balluku në gjykatën kushtetuese dhe në Këshillin e Mandateve. Ajo është një sfidë i poshtrim që u bën shqiptarëve, që unë ju vjedh, do t'ju vjedh, që për mua s'ka drejtësi, që gjykatën kushtetuese e marrë si një lehtë zvarrës e zvarrisë dhe bën ato që i them. Prandaj do flasin qytetarët. Është koha e qytetarëve tani. S'ka asnjë surprizë. Ja u them unë ju, nuk heq imunitetin e saj. Duke i referuar çështjes së Akshit, Berisha tha se kjo aferë rrezikon sigurinë e Shqipërisë si kundër të vendeve europiane.